Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 1 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhet pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1535 Jacques Cartier zbulon Montrealin, Quebec. 1935 Italia pushton Abisinin, sot Etiopia. 1937 Samuel R. Caldwell është njeriu i parë në SBA që arrestohet nën akuzë të përdorimit të marijuanës. 1958 Guinea pavarësohet nga Franca. 1968 Demonstrimi paqësor i studentëve në Mexico City përfundon në të quajturën masakra në Tlatelolco. 1990 rrëmbet aeroplani kinez Boeing 737 dhe gjatë uljes në Guangzhou ndeshet me 2 aeroplan të tjerë duke mbetur të vdekur 132 njerëz. 2006 vriten 5 vajza nga Charles Carl Roberts në një shkollë në Nickel Mines, Pennsylvania, pastaj vrasësi bën vetvrasje. Lindje 1869 lindi Mahatma Gandhi, politikan indian. 1951 lindi Shukri Kaçaniku, kinematograf shqiptar. 1981 lindi Zlatan Ibrahimović, futbollist suedez me preardhje bosnjake. Vdekje 1920 vdiq Max Bruch, kompozitor gjerman. 1927 vdiq Svante August Arrhenius, kimist dhe fizikant suedez. 1968 vdiq Marcel Duchamp, piktor francez. 1973 vdiq Palvo Nurmi, atlet finlandez. 1985 vdiq Rock Hudson, aktor amerikan. Festa dhe përvjetore 1958 pavarësia e Guinesë. Sot për ju kemi përgatitur biografinë e Saddam Husseinit, i cili ishte presidenti i 5 të Irakut. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Saddam Husseini lindi më 28 prill 1937, vdiq më 30 dhjetor 2006, ishte një politikan dhe revolucionar iraken që shërbeu si presidenti i 5 të Irakut nga viti 1979 deri më 2003. Ai gjithashtu shërbeu si kryeministër i Irakut nga viti 1979 deri më 1991 dhe më vonë nga viti 1994 deri më 2003. Ai ishte një antar i udhëheqës i Partisë Socialiste Arabe Baath dhe më vonë Partisë Baath me bazë në Bagdad dhe organizata e saj rajonale, Partia Baath irakene, e cila përkate Baathoizmin, një përzierje e nacionalizmit arab dhe socializmit arab. Saddami lindi në Alavia, afër Tikrit, në një familje të shquar muslimane sunite. Ai u bashkua Partisë Socialiste Arabe Baath në vitin 1957 dhe Partisë Baath me bazë në Bagdad dhe organizatës së saj rajonale, Partia Baath irakene. Ai luajti një rol kyç në revolucionin e 17 korrikut dhe u mërua zëvendës president nga Ahmed Hassan el-Beker. Gjatë kohës së tij si zëvendës president, Saddami shtetëzoi kompaninë e naftës së Irakut, duke diversifikuar ekonominë irakene. Ai kryesoi luftën e dytë irako-kurde 1974-1975. Pas dorëheqjes së el-Beker në vitin 1979, Saddam mori zyrtarisht pushtetin. Megjithëse ai kishte qenë tashmë kreu de facto i Irakut për disa vite, pozicionet e pushtetit në vend ishin kryesisht të mbushura me arab sunit.
një pakicë që përbante vetëm 1/5 e popullsisë. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre pushtuan Irakun, duke akuzuar në mënyrë të rreme Sadamin për zhvillimin e armëve të shkatërimit në masë dhe për lidhje me Al-Qaeden. Partia Baath u ndalua dhe Sadami u fshe. Pas kapjes së tij më 13 dhjetor 2003, gjyqi i tij u zhvillua nën qeverinë e përkohshme të Irakut. Më 5 nëntor 2006, Sadami u dënua nga gjykata e lartë irakene për krime kundër njerëzimit në lidhje me vrasjen e 148 shiitëve iraken në vitin 1982 dhe u dënua me vdekje me varje. Ai u ekzekutua më 30 dhjetor 2006. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për futbollin. Si u emërtua ai me këtë emër? Futbolli referohet një numri sportesh që përfshin me shkallë të ndryshme gjuetjen e topit me këmbë për të shënuar një gol. Më i famshmi nga këto sporte është futbolli asociuar ose thjesht futbolli, siç njihet gjerësisht. Fjala futboll u referohet llojeve të ndryshme të lojrave me top, që kanë rregulla të ndryshme ku përfshihen futbolli amerikan, rregullat australiane të futbollit, futbolli kanadez, rugby dhe lojra të tjera të lidhura. Loja zhvillohej me anë të një topi prej lëkure në një frim të vogël të një cope mëndafshi që mbahej e qëndrueshme me shkopinj babuje dhe varej 9 metra mbi tokë. Gjatë dinastisë Han, lojrat cuku u standardizuan dhe u vendosën rregulla. Variacione të ndryshme të kësaj loje u përhapën në Japoni dhe Kore, të njohur respektivisht si kemari dhe chukuk. Ka një numër të madh referencash tradicionale, të lashta dhe prehistorike të lojrave me top, të luajtur nga njerëzit e lashtë në vende të ndryshme të botës. Për shembull, në vitin 1586, burrat e një anije të komanduar nga eksploruesi anglez, i njohur si John Davis, shkuan në breg për të luajtur një formë të futbollit me eskimezët në Grenland. Çdo ndeshje fillonte me 2 skuadra përballë njëra tjetrës në vija paralele, përpara se të përpiqeshin të shkelmonin topin në vijën e kundërshtarit e më pas të shënonin gol. Një lojë 2 emra. Por pse amerikanët e quajnë ndryshe futbollin? Historianët amerikanë u hynë studimeve për të zbuluar se përse amerikanët e thrasin ndryshe futbollin. Fjala soccer është në fakt një term britanik që vjen nga loja Association Football, i cili në vetvete është futbolli që luhet edhe sot. Përdorimi i fjalës soccer daton 200 vite më parë. Sipas fjalorit të Oxfordit, përdorimi i fjalës futboll në anglisht ishte në vitin 1486 e gjithë historia fillon në vitin 1863 në Angli, ku futbolli rugby dhe futbolli aktual i quajtur futbolli asociuar u ndanë në rrugë të ndryshme dhe kur u krijua Football Association në Angli, i pari trup drejtues i futbollit. Studiuesit kanë zbuluar, ndryshe nga sa besohej se fjala soccer e ka origjinën në Britani në fund të shekullit 19. Studimi zbuloi se britanikët ndaluan së përdoruari fjalën soccer vetëm 30 vjet më parë. Amerikanët shpikën variantin e tyre të lojës, të cilën e quajtën thjesht futboll, në fillim të viteve 1900. Kjo është arsyeja pse futbolli që njihet nga gjithë bota u quajt soccer në Amerikë, sepse ata e kishin modifikuar tashmë versionin e futbollit evropian dhe i kishin vënë futboll, ndërsa versionin origjinal e quajnë soccer. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e mërkurë. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtim jug-perëndim jug-lindje me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzim me 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri në 23 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 16 gradë, Peshkopi 13 deri në 21 gradë, Tiranë 16 deri në 22 gradë, Durrës 17 deri në 20 gradë, Kavaj 17 deri në 21 gradë Celsius, Elbasan 16 deri në 24 gradë, Berat 15 deri në 24 gradë Celsius, Korç 7 deri në 17 gradë, Vlorë
17 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 21 gradë. Sarand 17 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mont i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 12 deri në 21 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 20 gradë, Skënderaj 11 deri në 21 gradë, Pej 14 deri në 19 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 21 gradë, Gjakov 13 deri në 21 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 21 gradë, Gjilan 11 deri në 22 gradë, Ferizaj 11 deri në 21 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 20 gradë, Prizren 12 deri në 19 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të rishemi në emisionin e ardhshëm në po të njëjtin orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion, po ashtu mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.